Ekipi Kuksi po përgatitet me ambicie për të rikthyer ritmin e fitoreve në kampionat pas një periudhe të vështirë ku që prej javës së parë nuk ka njohur shijen e suksesit. Megjithatë, kualifikimi ndaj Tërbunit në Kupën e Shqipërisë duket se ka zbutur disi ecurinë jo të mirë dhe ka sjellë një frymë pozitive në kampin verilandor. Për më tepër, ky sukses shërbeu si deputim me fitore për trajnerin e ri Bledar Devolli, i cili e nisi me këmbën e mbar aventurën e tij në stolin kuksian. Ndeshja e kupës zgjati plotë 120 minuta, një përballje e lodhshme, por që në fund u mbyll me festë për kuksianët, të cilët e siguruan kalimin në raundin tjetër. Megjithatë, kjo ngarkesë fizike mund të ndikojë në përgatitjen e skuadrës për ndeshjen e radhës. Trajneri Devolli e di mirë se objektivi kryesor është të rikthejë ekipin në shina dhe të japë fund rezultateve jo të mira në kampionat. Për momentin, fokusi kryesor është përmirësimi i fazës mbrojtëse, e cila ka qenë pika më e dobët e skuadrës në këto javë të para. Pas 6 javësh, Kuksi ka pësuar plotë 11 gola, duke pasur një nga mbrojtjet më të dobta të kampionatit. Tekniku Gjirokastrik ka theksuar se stabiliteti defensiv dhe organizimi taktik janë çelësi për të rikthyer ekuilibrin në vlorë. Verindorët janë të vendosur të reagojnë dhe të tregojnë se kanë potencialin për të ngjitur sërish në zonën e sipërm të tabelës, aty ku Kuksi është mësuar të qëndrojë.